happy day. Oh, happy day. Happy Day, programi mëngjesit në Klan Maqedoni fillon tani për këtë mësjavë, për këtë të mërkur 12 tetor. Do jemi bashkë me ju nga tani në orën 8 mëngjesit e deri në orën 10. Përpara dhe sot, çfarë po ndodh me këtë mëngjes, si jemi zgjuar, cilat janë ngjarjet më të rëndësishme dhe cilat janë temat që do t'i ndjekim sot. Për sot, nëse u ndalëm te temat, do vazhdojmë me të njëjtat. Pra, kemi një intervistë të përgatitur nga gazetari i cili punon për Happy Day, Avni Tahiri, dhe jo vetëm, ka bërë një intervistë me një pronar të një biznesi të vogël në qarshi të Shkupit. Jasini është ai pronari i cili ka filluar në kohë të pandemisë këtë biznes, kur dhe ai ka mbetur pa punë. Është një histori shumë interesante, pasi në një kohë aq të vështirë për të filluar biznes, ai ka qenë i inspiruar dhe i ka lindur ideja që të filloj biznesin e tij të vogël në mes të qarqisë të Shkupit. Kështu ka gjetur një dyqan, një lokal të vogël, i cili ka qenë vetëm 9 metra katror dhe është vetëm 9 metra katror. Quhet Molla, ndoshta dhe e dini, keni qenë aty, dhe shërben një ndër kafet më interesante në qytet, kafe në Arkokosi. Pra mund të shihoni këtë vetëm tek biznesi i Jasinit. Dhe Jasini me këtë ide ka mbjetuar në fillim të themelimit të biznesit të tij e deri në ditët e sotme, kur sigurisht përsëri kriza energjetike ka goditur bizneset e vogla, kryesisht bizneset të cilat gjerojnë më pak para dhe tani do të kenë problem sigurisht për të mbuluar shpenzimet pasi ka ardhur dhe kjo koha e krizave, siç tham, dhe sidomos kriza energjetike. Avniu ka zhvilluar një intervistë me Jasinin, ai tregon pra këtë retrospektivën që ju përmenda më herët, por në detaje sigurisht, dhe mund ta ndiqni në pjesën tjetër të programit, kur do të jetë koha për temën e ditës. Do të kemi dhe tema të tjera, por do t'ju lajmëroj ndërkohë për to. Besoj që kjo do të jetë tema më e rëndësishme për sot dhe do ta ndiqni me kënaqësi intervistën e Jasinit dhe historinë e tij se si arrihet dhe në kohë të vështira. Jasini përndryshe është djalë i ri, sigurisht një i ri të themeloj biznes në Maqedoni dhe të vazhdoj me biznesin. Pra ka vazhduar 2 vite dhe përsëri si vjet do të ketë një goditje nga kriza, por ai nuk dorëzohet me siguri, sepse thotë që në momente të tensionuara inspirohet edhe më shumë për të dalë nga kriza. Besoj se atëherë na duhet më shumë motivimi dhe inspirimi kur jemi ngushtë dhe kur na kanoset pra mbyllja e biznesit ose kështu me radhë kriza të ndryshme. Do shpik ndonjë gjë tjetër, përveç kafe në Arkokosi, do shpik dhe ndonjë gjë tjetër dhe besoj që do të mbjetoj njerëzit kreativ si Jasini, janë ata njerëz që na duhen për të zhvilluar ekonominë e vendit dhe për të dhënë motiv te rinia që mos ta shohin vetëm rrgimin si një zgjidhje për të ardhmen e tyre, por të mundohen të krijojnë një hapësirë të tyre veprimtarie këtu në vendlindjen e tyre, apo jo. Mirë, dhe tani në fillim të programit do t'ju sjellim informacionet e para të mëngjesit që kanë të bëjnë me motin, kalendarin historik, horoskopin e ditës e kështu me radhë. Motin, si e kemi parë këto 2-3 ditët e fundit, është destabilizuar, ka rënë shumë shi, dhe të njëjtat kushte pra vazhdojnë edhe për sot, nesër dhe pas nesër. Kështu do ta kemi motin që atyre 3 ditëve me kushte për shi me mëngjese të ftohta dhe i vrentur. Ka shumë re, sigurisht, pasi siç tham ka dhe kushte për shi, 30% kushte për shi për sot kemi në pasditë. Në pasditën, domethënë në orët e vonshme të pasdites diku nga ora 18 kemi kushte për shi, deri atëherë nuk kemi vetëm re, temperatura momentale në Shkup shënon 13 gradë Celsius, minimalja sot ka qenë 12 gradë Celsius dhe maksimalja për sot do të arrijë deri 18 gradë Celsius dhe për nesër dhe të premten kemi 60-80% kushte për shi dhe do kemi temperatura minimale 10 gradë, kurse maksimale 19 gradë nesër, e pas nesër të premten do t'jetë më ftohtë, kur dhe do të ketë më shumë kushte për shi, më shumë përqindje tregon aplikacioni dhe temperatura do t'jenë 10 deri 15 gradë Celsius.
kështu që të premten kemi kohë më të ftohtë. Dhe pastaj, sipas meteorologut aplikacion, do të kemi diell shumë bukur. E shtune diell dhe gjithë java e ardhshme tregon me diell dhe temperatura më të larta, temperatura deri 21 gradë Celsius, minimalja 7. Shumë bukur. Do durojmë dhe 3 ditë, besoj që shiu është i mirë, po është i mirë kur jemi në shtëpi, kur mund të flejmë, të pushojmë dhe ta shijojmë zhurmën e shiut apo jo si një prapavi atmosferike, por jo kur duhet të ngrihemi në mëngjes të shkojmë në punë me shi. Por ja, kemi dhe 3 ditë dhe pastaj do kemi dhe një javë të tërën me diell, pa kushte për shi, durim. Dhe tani do të kalojmë te kalendari historik për këtë 12 tetor, cilat janë ngjarjet më të rëndësishme që janë shënuar në histori në ditën e sotme. Do fillojmë me ngjarjen e parë që shënohet në kalendarin historik që kam përzgjedhur unë. Shënohet në vitin 1918. Në 12 tetor, në Minnesota të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do të ndodhte një nga zjarret më shkatrimtar në historinë e këtij shteti, duke përfituar edhe nga vapa e madhe që kishte kapluar pra këtë shtet, rreth 100.000 hektar u përfshi nga flakët, duke shkaktuar një dëm prej $73 milion. Të vdekurit do të ishin rreth 500 vet, ndërsa të plagosurit dhe të evakuarit do të llogariteshin në 52.000. Ngjarja tjetër që ka ndodhur në ditën e sotme shënohet në vitin 1964, kur Bashkimi Sovjetik lëshon në orbitën e Tokës anijen kozmike Voskhod 1. Kjo do të ishte struktura e parë kozmike, e cila udhëton në hapësirë me një staf të përbërë nga pilot, mjek, inxhinier dhe astronaut. Ajo udhëton në sipërfaqen e orbitës për 24 orë, 17 minuta e 3 sekonda. Voskhod 1 peshonte 5.320 kg dhe do të përshkruante mbi 340 km. Kjo anije njëkohësisht do të ishte e para që do të lëshojë pa ndihmën e kostumeve të presionit. Dhe në vitin 1968, më 12 tetor, një ngjarje nga arti, lind në Sydney aktori i famshëm australian Hugh Jackman. Ai do të bëjë i njohur për rolet e tij në filmat X-Men, Van Helsing, Movie 43 dhe Wolverine. Jackman gjithashtu u nominua në kompeticionet kinematografike ndërkombëtare 73 herë, nga të cilat fitoi 22 çmime. E gjatë karrierës së tij, të pasur 20 vjeçare, ai ka debatuar edhe në seriale televizive si Corelli, Viva Laughlin e të tjera. Në vitin 1971, më 12 tetor, në Iran fillojnë festimet për 2500 vjetorin e themelimit të perandorisë persiane. Këto festimet organizuara nga shahu i këtij vendi, Reza Pahlavi dhe gruaja e tij Farah Diba, do të kapnin shifrën e $17 milion. Një shifër shumë e madhe kjo për një vend të varfër pra si Irani. Të ftuarit do të ishin 78 vet, mes të cilëve personalitetet të shquara të botës, mbretërore europiane dhe aziatike, si dhe lider të ndryshëm. Ky eveniment do ta çonte vetveti ekonominë e këtij vendi në kolaps, pas çka 8 vite më vonë do të fillonte revolucioni iranian. Ja pra, për festime. Kjo më duket si një metaforë për festimet tona shqiptare që bëjmë dhe që shtim veten në krizë dhe pastaj duhet revolucion që të na kthej prapë gjendjen stabile. Mirë, 1984 në ditën e sotme, në Grand Brinton Hotel të Anglisë Jugore, resort turistik bregdetar është ky, ndodh një shpërthim i fuqishëm që do të merrte jetën e 5 personave. Të plagosurit do të ishin 32 vet. Ky atentat u mor përsipër nga organizata terroriste IRA, e cila kishte si synim eliminimin e kryeministres britanike Margaret Thatcher. Personat e vrarë i përkisnin Partisë Konservatore. Vetë Thatcher ishte larguar së bashku me stafin e saj nga hoteli disa minuta para se të ndodhte shpërthimi. Dhe ngjarja parafundit në fakt, mirë qënka, në vitin 2002, në ditën e sotme, në ishullin turistik të Balit në Indonezi, ndodh një sulm terrorist gjatë të cilit humbin jetën 204 persona, e të plagosurit do të ishin 210 vet. Sulmi shpërthimeve me bomba u mor përsipër nga organizata terroriste Jema Islamia, e cila e konsideronte turizmin në këtë ishull
si një qendër të çthurjes. Viktimat më së shumti vinin nga Australia, Indonezia, Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lideri i këtij grupi Dulmatin do të vritej nga policia në vitin 2010. Dhe ngjarja e fundit për kalendarin historik të ditës së sotme ka ndodhur në vitin 2006. Vdes në Rom në moshën 86 vjeçare, një regjisor i famshëm italian, Gillo Pontecorvo, besoj që e lexova mirë, gjatë karrierës së tij 50 vjeçare, Pontecorvo do të realizonte 22 filma, nga të cilët më të famshmit ishin Capo, The Battle of Algiers, Quemaida dhe Operation Ogro. Gillo do të fitonte Golden Lion në Venice Film Festival në vitin 1966 për filmin mbi luftën në Algjeri. Ai gjithashtu do të shërbente dhe si skenarist dhe kompozitor në botën kinematografike italiane. Mirë. Kjo ishte dhe kalendari historik për ditën e sotme për të 12 tetor, dhe përpara se të fillojmë me të gjitha gjërat serioze, të shohim ngjarjet më të rëndësishme nga lajmet, të shfletojmë webin, të shohim si është zgjuar bota me lajme në pak minuta, do të lexojmë horoskopin. Kështu që mbani frymën, yjet për sot janë të disponuara kështu. Fillojmë me dashin. Për dashin jeta në çift thotë do të jetë e qetë, do bashkëpunoni për çdo gjë me atë që keni në krah dhe nuk do të nguroni, ti thoni të gjitha që i keni në ment, ata që janë vetë, falë Merkurit, do kenë ndryshime në jetën sentimentale, për një herë të vetme, thot, lereni veten të udhëhiqeni nga emocionet e momentit, do shpenzoni jashtë mase këtë ditë, por për gjëra të domosdoshme. Gjithsesi mos e teproni. Demi, do ndjeni të dashuruar dhe do të shuroni shumë gjatë kësaj dite, do jetë një ditë mjaft e mirë, si për çiftet, ashtu dhe për ata që janë vetë. Ata që janë vetë pra do të flirtojnë dhe më tepër dhe do të përdorin një strategji të veçantë për të bërë për vetë ata që kanë ndruar. Edhe pse një shumë parash do t'i shtohet finansave tuaja, duhet të tregojeni të matur me shpenzimet që do të bëni. Binjakët, ju që keni një lidhje do tentoni gjëra të reja sot, do ndjeni mirë pranë të dashurit, e falë mbështetjes së Venusit, beqarët do shohin të ardhmen e tyre sentimentale me më shumë optimizëm. Mundësit që do ju dalin në këtë ditë, do i mendoni me kujdes dhe nuk do të nxitoheni. Mos shpenzoni me sy mbyllur, sepse dhe finansat e kanë një kufi dhe mund të shterrojnë. Kalojmë te Gaforia, jeta sentimentale e çifteve nuk do të jetë shumë e mbrojtur gjatë kësaj dite. Ata që kanë pasur probleme kohët e fundit mund të shkojnë edhe në ndarje. Të tjerë do kenë debate të zjarrta. Beqarët nuk do të jenë fare në humor të kërkojnë dashuri, sepse do ta kenë mendjen gjetiu. Mos merrni vendime në planin financiar, sepse do gaboni dhe vështirësitë do të jenë të mëdha. Çiftet do të jenë për luanin sa sensual, aq dhe romantik. Sirenat e kënaqësisë do të ndizen përsëri për luanin dhe do ju duket vetja si në ëndër. Përfitoni sa më shumë, Venusi do të krijojë një klim të tillë që zemra do t'ju ra fort. Janë më tepër beqarët që do të jenë të favorizuar gjatë kësaj dite, e në planin financiar do të keni disa turbullira, por nëse ulni shpenzimet, situata dhe mund të mos përkeqësohet për luanin. Do kalojmë tani te Virgjëresha, nëse keni pasur disa mosmarrveshje me partnerin, bëni çmos të pajtoheni sepse më vonë gjërat do të vështirësohen edhe më shumë. Një takim vendimtar do të ndodhë për ata që janë vetë dhe jeta e tyre sentimentale do të stabilizohet një herë për gjithmonë. Për sa i përket sektorit financiar, do e menaxhoni me seriozitet dhe me maturi, nuk priten as tronditjet më të vogla nga kjo periudhë në aspektin financiar për Virgjëreshën dhe horoskopi thot përfitoni nga kjo situatë. Kalojmë tani te Peshorja, hëna do të ndikojë mjaft pozitivisht për çiftet binjake, pra me Peshoren do të ketë rindezje të pasionit ata që kishin rënë në qetësi. Zemrat e vetmuara do të kenë takime vendimtare të cilat do t'ju ndryshojnë jetën për gjithmonë. E nëse keni menduar të bëni transaksione financiare, ju Peshorët, të blini ndonjë shtëpi apo diçka tjetër, horoskopi sot ju thot blejeni ose bëjeni harxhimin
Planetet do t'jenë me ju dhe do të ruajnë ekuilibrin financiar. Peshorja e pas ka mirë në aspektin financiar. Dhe akrepi, emocionet që do të përjetoni në jetën në çift do t'jenë shumë të mëdha, dhe në disa momente do ju duket vetja sikur jeni mbi re, është ditë e përshtatshme edhe për të rregulluar disa gabime që keni bërë kohët e fundit, dashuria për beqarët do t'jetë favorizuar, do jeni të parezistueshëm, Plutoni do ju ndihmojë të rregulloni situatën financiare dhe të tregoni më të matur ju akrepat. Për shigjetarin, Venusi do të sjellë lumturi pafund për të gjithë ata që janë në çift. Është momenti i dur për të qëndruar më afër partnerit dhe për të haruar hatërmbetjet. Beqarët do të llastohen nga yjet dhe do i shohin me qartësi gjërat, do takoni dikë dhe do të jeni në të njëjtën kohë pasionant, romantik dhe të matur. Financa do t'i përballni, por do të keni probleme relativisht të mëdha. Mos jepni hua, shigjetarët. Briciapi, ju çiftet nuk duhet të shqetësoheni fare sot. Lidhja juaj do të jetë e qëndrueshme dhe do të përgatisni dhe një darkë të mrekullueshme sot. Shfrytëzojeni sa të mundni këtë ditë të mrekullueshme për ju briciapat. Beqarët përsëri do të jenë të mërzitur dhe duke mos e gjetur dashurinë, do mendojnë se ajo nuk ekziston. Bëni durim dhe do të ndryshoni mendjen. Të nxitur nga Plutoni do bëni çmos të rregulloni buxhetin. Bravo, thot për briciapin horoskopi sotëm, që kujdeseni për buxhetin. Ujori, mjedisi ujor do të jetë mjaft i përshtatshëm për jetën tuaj sot. Fakti që partneri do ju komplimentoj, do ju bëj dhe më euforik. Mos harroni edhe ju të mendoni për të dhe ta bëni të ndjehet mirë. Beqarët do të qëndrohen në kampionët joshjes. E keqja gjatë kësaj dite është se ju pëlqejnë shumë persona dhe nuk dini këtë zgjidhni. Financat do i menaxhoni dhe më mirë. Dhe shenja fundit, peshqit, do jeni shumë romantik gjatë kësaj dite dhe do bëni gjithçka që partnerit të ndihet i lumtur, që ju ka pranë. Do i arrini qëllimit, e disa beqarë edhe pse nuk e kanë menduar dhe nuk e prisnin as pak, do të bien në dashuri. Do keni një lidhje të këndshme dhe të mbushur me ndjenja, shfrytëzojeni, Merkuri do ju sjell fat në sektorin financiar, megjithatë, ju duhet të kujdeseni dhe për shpenzimet. Bukur, ja, kishte ca parametra të mira për horoskopin ditor, për këtë 12 tetor, besoj që dëgjuat me kujdes dhe dini tani çfarë ju pret për ditën e sotme. Bukur. Për ndryshe, sot ju e dini se ne kemi shënuar disa ditë ndërkombëtare për gjatë tetorit, pasi është muaj i shënuar me plot ditë të shënuara ndërkombëtare, kryesisht që kanë të bëjnë me shëndetin, dhe sot 12 tetori është dita botërore e artritit. Dhe do merrem tani pak me këtë ditë botërore të shohim se çfarë është artriti dhe detajet, diagnostifikimi, simptomet e artritit, statistikat sa së muren në vite kështu me radhë. Artriti paraqet një gjendje shëndetësore që karakterizohet nga dhimbja në cilën preken artikulacionet, kockat, ligamentet, tendina dhe muskujt. Sëmundjet reumatizmale quhen gjithashtu sëmundje muskuloskeletike. Shumë njerëz përdorin termin artritis, duke u referuar të gjithë sëmundjeve reumatizmale. Artritis në të vërtetë do të thotë inflamacion i artikulacioneve, e cila është simptome këtyre sëmundjeve. Artriti në kuptimin e thjeshtë të tij duhet kuptuar si dhimbje, inflamacion ose dëmtim i artikulacioneve. Në sëmundjet reumatizmale përfshihen rreth 200 patologji të ndryshme që variojnë nga llojet e ndryshme të artriteve, të osteoporozës dhe deri te sëmundjet sistematike të indit lidhor. Fushata botërore për artritin thotë kështu: dita 12 tetor është dita botërore e artritit, e cila është vendosur që nga viti 1996 dhe mbështetet nga EULAR, i cili është një organizëm i lartë shëndetësor për sëmundjet e reumatizmës. Dita botërore e artritit është një iniciativë globale për të ndihmuar të gjithë njerëzit që vuajnë nga këto patologji dhe për të stabilizuar ato, për të përkujdesur për shëndetin e tyre. Sensibilizuar. Sigurisht me sensibilizimin dhe stabilizuar, me besoj.
Sëmundjet reumatizmale në përgjithësi klasifikohen në inflamatore dhe jo inflamatore. Sëmundjet reumatizmale inflamatore më të shpeshta janë artriti reumatoid, spondilititi ankilozant, sëmundjet sistematike autoimune të indit lidhor, artriti reaktiv, artriti psoriatik, polimialgjia reumatike. Çfarë terme? Mirë I lexova pësoj. Sëmundjet reumatizmale jo inflamatore më të shpeshta janë sëmundjet degenerative të kolonës vertebrale, osteoartit, osteoporozës dhe fibromialgjiës. Sëmundjet reumatizmale prekin 1/4 e popullsisë të Europës, rreth 120 milion njerëz. Mund të themi se pothuajse çdo familje në Evropë ka një antar të saj me sëmundje reumatizmale. Ja, për shembull, unë kam tezën. Këto sëmundje prekin si meshkujt ashtu dhe femrat të të gjitha moshave, përfshirë dhe fëmijët. Megjithatë, disa sëmundje reumatizmale janë më të shpeshta në disa grupe të caktuara njerëzish. Gratë janë më të prekura nga sëmundjet e artritit reumatoid, fibromialgjisë, lupusit, ndërkohë që burrat janë më të prekur nga spondiloartriopatit dhe gutës. Sëmundjet reumatizmale janë shkak I parë I paaftësisë së përkohshme për punë dhe invaliditetit të parakohshëm në mbar botën. Këtë sëmundje kanë koston më të lartë në sistemin socioekonomik europian. E këto shpenzime bëhen për diagnozën, pra mjekimin, barnat, kujdesin, mjetet për invalidët, modifikimin e banesave, për studime shkencore të tjera. Ulja e aftësisë për punë dhe mungesat në punë kontribuojnë gjithashtu në këto shpenzime. Në qoftë se nuk mjekohen sëmundjet reumatizmale, bëhen shkak për vdekje të parakohshme. Ua! Dhe kemi ende kohë, po besoj që ka shumë rëndësi sepse 1 në 4 persona ka një sëmundje të artritit. Diagnostifikimin. Personat me sëmundje reumatizmale shpeshherë diagnostifikohen me vonesë. Për shembull, fibromialgjia nuk diagnostifikohet në 3 nga 4 të sëmurë dhe diagnoza përfundimtare vendoset mesatarisht pas 5 vitesh të shfaqjes së sëmundjes. Diagnostifikimi I hershëm është çelësi I parandalimit të dëmtimeve, por vonesa apo mos diagnostifikimi ndodh shpesh te këta të sëmurë. Nëse këta pacient nuk mjekohen si duhet, aftësitë fizike, cilësia e jetesës dhe aktiviteti ditor reduktohen. Për një diagnozë të hershme është e rëndësishme të njihen simptomat e këtyre patologjive. E në shumë raste, sëmundjet e reumatizmit mund të jenë të trashëguara. Gjithsesi, një histori familjare me këtë sëmundje nuk do me thënë që patjetër do trashëgoni nga familjarët e tjerë. Këto patologji mund të influencohen nga faktorë që lidhen me stilin e jetesës, si për shembull duhanpirja, mbipesha, jeta sedentare e pakujdesshme, mosha e rritur, punë të rënda fizike që çojnë në dëmtime të muskujve dhe artikulacioneve. Në mjaft raste, shkaqet e këtyre patologjive mbeten të panjohura ende. Kalim te simptomat dhe mjekimi. Faza e parë në menaxhimin e çdo sëmundjeje është njohja me simptomat dhe ndihma nga mjeku specialist. Inflamacioni në artikulacione karakterizohet nga edema, ngurtësimi, skuqja dhe nxehtësia. Pra shohim dhe fotografim për një pikturë më të qartë, kur I kemi nyjet në këtë gjendje dhe kur kemi ngurtësim, skuqje, nxehtësi, edem, e dim se duhet të kërkojmë ndihmë nga specialisti. Përjetohen dhimbje të vazhdueshme artikulare dhe muskulare, dhimbje që shtohen në prekje trupore apo gjatë lëvizjeve të artikulacioneve, dopsi të theksuar në gjithë trupin, lodhje të shpesht, ngurtësim dhe kufizim të lëvizjeve, deformim të artikulacioneve si dhe simptomat e tjera që lidhen me dëmtimin e organeve. Ka dhe simptomat e cilat mund të mos I vini re, si depresioni dhe ankthi. Në disa raste mund të shfaqet dhe temperaturë. Pas shfaqjes së shenjave të sëmundjeve reumatizmale, duhet vlerësimi nga mjeku reumatolog sa më shpejt për të filluar mjekimi I duhur.
Fillimi i hershëm i mjekimit përkatësisht në 12 javët e para mund të parandalojë dëmtimet e organeve dhe të sistemit muskuloskeletik, të përmirësoj funksionin për kohë të gjatë dhe të arrijë remision të sëmundjes. Mjekimi kërkon një bashkëpunim shumë të ngushtë mjek-pacient, duke u konsultuar me protokollet mjekuese të hartuara për këto patologji, por duke e adaptuar rast pas rasti pacientëve të veçantë. Nuk ekziston një mjekim ose bar i vetëm që të jetë optimal për çdo të sëmurë. Mjaft sëmundje reumatizmale mjekohen me barnat e quajtura modifikues të sëmundjes, të cilat veprojnë direkt mbi mekanizmat patologjike të këtyre patologjive. Ndryshe nga barnat antiinflamatore, të cilat vetëm reduktojnë simptomat, barnat biologjike janë ato me më shumë rezultat mes mjaft alternativave mjekuese. Injeksionet intraartikulare ose në indet e buta, mjekësia alternative, mjekimi me barna natyrore bimore dhe kirurgjia janë opsionet të tjera të trajtimit. Rezultatet e mjekimit nuk janë të njëjta, por varion nga njëri pacient të tjetri, dhe një këshill për pacientët për ta shënuar 12 tetorin, ditën botore të artritit. Shumë nga këto sëmundje kanë prejardhje trashëgimtare, të cilat nuk i ndryshojmë dot, por mund të ndryshojmë stilin e jetesës. Duhet shmangur duampirja, duhet kontrolluar pesha fizike e trupit, mos të kalohet në mbi peshë, duhet konsumuar një dietë të ekuilibruar, duhet kryer aktivitet fizik. Gjithmonë pacientët paralelisht duhet të jenë edhe nën trajtimit të mjekut specialist. Ky artikull është shkruar posaçërisht për këtë ditë ndërkombëtare nga profesor doktor Argjend Tafaj, mjek reumatolog. Faleminderit doktor Tafaj për gjitha detajet dhe për shënimin kaq profesional të ditës të artritit. Besoj u informuam të gjithë se çfarë do me thënë cilat janë simptomet dhe çfarë të bëjmë për të parandaluar, edhe pse ishte një ndër sëmundjet më të shpeshta në Evropë, 1 në 4 persona ka një lloj sëmundje të artritit, që e pam se kishte 2 kategori, kështu që, siç tham, secili në familje ka një të sëmurë me artrit, dhe besoj që duhet ngritur vetdia dhe duhet paktën parandalojmë kur kemi sidomos predispozita trashëgimtare, apo jo, siç i pam dhe këshillat në fund. E tani, besoj që është koha për të kaluar te ushtrimet. Dhe të ushtrojmë çdo mëngjes për të pasur shëndet dhe fizik të ekuilibruar, dhe pas ushtrimeve do të kthehemi me pjesë të tjera të programit, kur do të kuptoni të gjitha të rejat për këtë mëngjes të këndshëm të kësaj të mërkure. Ushtrojmë me Pamellën dhe kthehemi pas pak. Oh, happy day. Mirë, kronika e fundit vinte nga rajoni. Ne do të kalojmë tani te faqja e Klan Maqedonisë, klanmacedonia.mk, për gjitha lajmet më të reja të cilat nuk i keni parë. Dhe shpjetojmë tani në Ballin një lajm interesant, aksion policor në disa kazino të Tetovës. Policia e Maqedonisë së Veriut mbrëm po kryente bastisje në disa kazino në qytetin e Tetovës, e sipas informatave paraprake që posedon të televizioni ynë, policia po bën kontrolle për të konstatuar se a ka shkelje të ligjit apo persona të mitur të cilët janë prezent në kazino. Në terren ishte dhe drejtoria e të ardhurave publike së bashku me ekipet e policisë, e nga SPB Tetov për televizionin ton thonë se sot do të dalin me detaje më të hollësishme rreth aksionit të fjalë. Ju e dini se kazinot nëpër Maqedoni dhe sidomos në Tetov janë një temë e brisht, një shqetësim i madh i popullatës, pasi po bëhen në qendër të qytetit, po bëhen afër shkolla, afër objekte fetare kështu me radhë, aty ku dhe nuk i ngjan këtyre objekteve që të ndërtohen, pasi siç shohim dhe nga aksioni policor që ka ndodhur në Tetov mbrëm, ndoshta do të dalin sot me detajet më të hollësishme, të cilat do të tregojnë se ka pasur dhe shkelje të ligjit, si për shembull prezencë e personave të mitur nëpër kazinot, sepse nuk është që nuk ndodh. Kemi dëgjuar shpesh që ndodh që dhe persona të mitur, fëmijë, të jenë në kazino, lejohen të rrinë në kazino, leje që ka 100.000 në çdo qosh, por thejnë dhe ligjin dhe lënë dhe persona të mitur dhe 100 gjëra të tjera të cilat janë të ndaluara. Do të presim për sot
pra raporti nga policia. Do të kalojmë tani te lajme në pak minuta, është rubrika e përditshme e cila ju sjell më të rejat e mëngjesit për atë se çfarë po ndodh në botë. Lajmi i parë në lajme në pak minuta thot Zelenski kërkon G7-s të izoloj plotësisht Rusinë. Kreu i Ukrainës Volodymyr Zelenski ka mbajtur fjalim në samitin e 7 të shteteve më të industrializuara, pra G7, dhe u ka bërë thirrje liderëve botëror që të bllokojnë sektorin rus të energjisë me sanksione tjera për t'ia bërë të pamundur përfitimet financiare. Ai ka bërë këto deklarata 2 ditë pas sulmeve ajrore vdekjeprurëse të Rusisë nëpër qytetet ukrainase. Si pasojë e tyre humbën jetën të paktën 19 persona dhe qindra qyteza dhe fshatra kanë mbetur pa rrymë. Në pjesëmarrjen virtuale, Zelenski ka thënë se duhet të vendoset një çmim tavan për të eksportuar naftën dhe gazin nga Rusia. Çmimi tavan është çmimi maksimal i lejuar ligjërisht në një shtet. Rusia duhet të izolohet plotësisht dhe të ndëshkohet. Të ndëshkohet si në aspektin politik, ashtu dhe përmes sanksioneve, thot Zelenski. Hapa të tillë e bëjmë paqen më të afërt. Inkurajojnë shtetin terrorist që të mendoj për paqen, për dëmet e luftës. Pra ka thënë Zelenski, liderëve të Shteteve të Bashkuara, Kanadas, Gjermanisë, Britanisë, Japonisë, Francës dhe Italisë në samitin e G7-s. Kurorëzimi i mbretit Charles do të bëhet vitin e ardhshëm, thot lajmi tjetër. Pra kurorëzimi i mbretit Charles do të bëhet më 6 maj të vitit 2023 në Westminster Abbey në Londër, njoftoi sot pallati Buckingham. Shërbimi do të jetë më modern se kurorëzimi më parshëm mbretëror dhe do të shohë drejt së ardhmes. Të paktën kështu ka njoftuar pallati mbretëror, duke shtuar se ceremonia do të jetë padyshim e mbështetur në traditat e vjetra. Kryepeshkopi i Canterbury, Justin Welby, do ta drejtojë ceremoninë, e cila do të shohë Karlin e tretë të kurorëzuar së bashku me gruan e tij Camilla, bashkëshortja mbretëresh. 73 vjeçari u bë mbreti britanis muajin e kaluar pas vdekjes së nënës së tij, mbretëreshës Elizabeta II. Kurorëzimi i tij është planifikuar për vitin e ardhshëm për të lejuar një periudhë të përshtatshme kohore për të mbajtur zi për sovranën e mëparshme dhe për të planifikuar ceremoninë. Lajmi tjetër, NASA ndryshon drejtimin e asteroidit Dimorphos. Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA ka thënë se tentimi i saj për devijuar rrugën e një asteroidi ka rezultuar i suksesshëm. Shkencëtarët kanë konfirmuar se shkëmbi hapësinor 160 metra i gjerë, i njohur si Dimorphos, i është devijuar rruga kur është goditur nga sonda DART muajin e kaluar. Ata kanë ardhur në këtë përfundim pasi kanë kryer matje të shumta në hapësirë me ndihmën e teleskopëve në tokë. Ky mision është kryer për të testuar strategjinë potenciale për të mbrojtur planetin tokë nga objektet që e kërcënojnë ato. Sonda DART ka dëshmuar se një plan i tillë mund të funksionojë nëse realizohet në kohë dhe nëse shënjestra nuk është jashtëzakonisht e madhe. Misioni tregon që NASA është duke tentuar që të jetë përgatitur për çfarëdo objekti që e nis universi drejt nesh, ka thënë administratori NASA-s Bill Nelson. Besoj se NASA e ka dëshmuar se është mbrojtëse serioze e planetit, u ka thënë ai gazetarëve. Eksperimenti ka ndodhur rreth 11 milion kilometra larg tokës. Dhe një lajm tjetër që ka të bëjë me Ukrainë-Rusinë, sipas Putinit, Rusia është e hapur për të diskutuar rreth centralit të Zaporozhjes. Pra presidenti rus Vladimir Putin është shprehur për shefin e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike Rafael Grossi, se ai është i hapur për dialog rreth centralit bërthamor në Zaporozhje. Gjatë një takimi në Shën Petersburg, Putin u shpreh se situata rreth centralit është shqetësuese. E sipas shefit të Kremlinit, ka pasur politizim të tepruar dhe të rrezikshëm të gjithçkaje që kishte të bënte me aktivitetin bërthamor. Ndërsa Grossi do takohet dhe me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelenski në Kiev më vonë gjatë kësaj jave për të diskutuar rreth centralit. Termocentrali bërthamor i Zaporozhjes, më i madh në Evropë, ka qenë një pikë kyçe në operacionin ushtarak të Rusisë në Ukrainë, por siç e dim, 4 rajonet më të rrezikuara të Ukrainës, të cilat ishin thuajse të pushtuara nga Rusia, janë rikthyer Ukrainës dhe besoj që çështja së shpejti do të mbarojë dhe siç e dim, siç e shohim,
Pra është një ndër pikat më strategjike të luftës së Rusisë në Ukrainë. Zaporozhja. Mirë, dhe tani nga lajmet serioze, besoj që morën vesh gjithçka që ndodhi në këtë ditë pas pushimeve. Në Maqedoni nuk ka pasur aq shumë zhvillime pasi dje ka qenë 11 tetor i fest dhe shumë punëtor dhe gjëra zyrtare nuk janë zhvilluar, kështu që sot si e hënë na duket të gjithëve. Mirë, tani përpara se të kalojmë te informacionet nga showbizi, do jap dhe unë një informacion tjetër nga kinematografia dhe do t'ju tregoj cilat janë serialet dhe filmat më të ndjekur të momentit në Netflix. Nuk dini çfarë të shihni në mbrëmje, keni plot kohë, me qindra filma nga e gjithë bota në gigantin e transmetimit Netflix, shpesh përzgjedhja e cilit film do të shohësh mund të bëhet vështirë, sigurisht. Scroll dhe në fund ka kaluar gjysmore pa e zgjedhur filmin. Prandaj Loni thot surprise me klikoa. Po ja dhe një sugjerim nga ne këtu, nga Happy Day, cilat janë filmat më të shikuar. Dhe nga ata që janë më të shikuar, Loni, është sugjerimi im për ty në vend të parë. Do i shohim tani të gjithë filmat që janë më të shikuar në Netflix për momentin. Filmi i parë është Monster, The Jeffrey Dahmer Story. Besoj që keni parë trailera, keni parë story, keni parë pjesë të filmit. Është një serial i limituar me 10 pjesë nga 1 orë, por është një realizim i jashtëzakonshëm për një histori të vërtetë që ka ndodhur në Amerikë me një vrasës serial i cili ka bërë historinë e tij aq të jashtëzakonshme, aq makabër, aq të tmerrshme, por dhe aq interesante në të njëjtën kohë, saqë nga kasetat e incizuara dhe nga dëshmitarët është bërë dhe ky film. Pra gjithçka bazohet në të vërtet, në historinë e vërtet, gjithçka bazohet në atë se çfarë ka ndodhur. Dhe është, nëse keni stomakun e dobët ose keni zemrën e dobët, nuk ju rekomandohet të shihni, sepse siç ju thash, bazohet në ngjarjen e vërtetë dhe ngjarja e vërtetë është një makabër mos ta them, po është realizim shumë i bukur. Unë e kam parë për vete, në 2-3 ditë i pash 10 epizodet, pasi ishte një film i tillë që të mbante afër vetes. Monster, Jeffrey Dahmer Story. Propozimi i parë për të parë filma në Netflix. Propozimi i dytë, The Midnight Club, nuk e kam parë, do ta shoh. I treti përsëri Conversation with a Killer, The Jeffrey Dahmer Tapes. Pra, këtu është një dokumentar për këtë vrasësin serial, Jeffrey Dahmer, por së radhe dokumentar me kasetat e vërteta, me incizimet e vërteta, dëshmitë e tij të cilat kanë ndodhur sigurisht gjatë kulumtimit të vrasjeve që Jeffrey Dahmer ka bërë, dhe është i bukur edhe ky, dhe këtë se kam parë, po kam parë pjesë të dokumentarit dhe do ta shoh patjetër, që të përfundojmë storyn, të dim sa më shumë informacion për këtë vrasës serial. Pastaj, vendin e 4 e ze The Blacklist, të 5 High Water, 6 Luckiest Girl Alive, 7 Mr. Harrigan's Phone, 8 Last Seen Alive, 9 The Radim Team dhe 10 Jaxi. To janë filmat më të shikuar të momentit në Netflix, nga të cilat unë kam parë vetëm njëshin, kam parë vetëm serialin e Jeffrey Dahmer dhe sigurisht që do vazhdojmë me të dytin, për shembull, The Midnight Club, ose edhe me dokumentarin për Jeffrey, pse jo? Kur të kemi pak forca për të përballuar këtë histori kaq të tmerrshme që ka ndodhur në Amerikë në vitet e 80-ta. Në fakt është një histori e vjetër, por realizimi shumë i bukur. Dhe tani edhe një kuriozitet tjetër, pas filmave të propozuar në Netflix, arsyeja pse ju bien flokët. Pikërisht tani mund të jetë shumë më e thjeshtë nga ç'mendoni. E dim të gjithë se kemi këtë shqetësimin si t'i lajm kur t'i krehim, çfarë shamponat përdorim. Besoj edhe të djemt është ende më problematike, se të djemt ndodh më shpesh rënja e flokëve dhe kjo sipas kulumtimeve shkencore ndodh për shkak të ekspozimit të skalpit në diell, pasi flokët e djemve janë shpesh të shkurtra dhe kjo bën që dielli të depërtojë më shumë në lëkurën e kokës, në skalpin e kokës, dhe kjo pastaj shkakton dhe rënjen e flokut. Por hajde të shohim se çfarë na thot artikulli për këtë këshill, pra për këshillën si mos na bien flokët. Kur ndryshojnë stinët, ne shpesh mendojmë për dy gjëra: veshjet tona dhe alergjitë. Për disa individ, megjithatë, ky
Ky tranzicion mund të çojë gjithashtu në humbjen e flokëve. Ashtu si alergjitë sezonale ose dhe shqetësimet e lëkurës, një ndryshim i temperaturës vendos stres dhe në lëkurën e kokës dhe folikulat, gjë që çon rënien e flokut. Sigurisht ka më shumë biologji se kaq. Për një ide më të plotë për të zbuluar si mund të luftoni këtë shqetësim të përbashkët, lexojmë këshillat më vonë. Dystin, pranvera dhe vjeshta. Shumica e njerëzve përjetojnë rënje e shtesë të flokëve në vjesht, ndërsa neve zakonisht na bien 10 deri 100 qime gjatë ditës. Muajve më të mëdheruar të vitit, ky numër mund të arrijë në 150 në vjesht. Arsyeja, flokët tanë pushojnë në fazën telogjene në verë dhe hynë në fazën egzogjene ose në fazën e rënjes në vjesht dhe her pas here në pranverë. Ndërsa ky fenomen nuk është kuptuar gjërësisht, një studim i vitit 2009 nga studiues zviceran zbuloi se nga 823 gra të vlerësuara gjatë vjeshtës gjatë viteve, më shumë hynë në fazën telogjene gjatë verës, megjithatë nevojiten më shumë kërkime për lidhjen e vjeshtës me fazën egzogjene, pra me rënjen e flokut. Si ta kuptoj se rënja e flokëve nuk vjen nga një problem tjetër? Zakonisht do vini re se rënja nis nga skalpi dhe flokët nuk bien vetëm në një zonë të caktuar. Sidoqoftë, sugjerohet të konsultoheni me një profesionist nëse vini re një rënje të pazakontë të flokëve për të qenë 100% të sigurt për shkakun. Këto nevojiten më shumë studime për lidhjen mes rënjes së flokëve dhe ndryshimit të stinëve. E tani rritja e flokëve ka një lajm të mirë, rënja sezonale e flokëve është e përkohshme, nuk konsiderohet as teknikisht humbje, është thjesht një fazë e përshpejtuar e rënjes që duhet të largohet brenda disa javësh pas sezonit. Për sa kohë që kujdeseni për flokët dhe hani një dietë të pasur me proteina, flokët e shëndetshëm nuk do të jenë problem. Dhe siç thash më herët, pra edhe dielli është një shkaktar i madh për rënjen e flokëve, por ja, ky artikull kishte të bënte me të dhënat e stinëve dhe në vjesht kemi parë edhe kafshët, për shembull macës time tani bien flokët më të madhe. Dhe besoj që kjo ndodh dhe me njerëzit, pasi vjeshta është një periudhë kur duhet zaventësuar flokët e vjetra me flokët e reja që do rriten pastaj gjatë sezonave të tjera. Dhe nuk të shqetësuar nëse rënja është normale dhe nëse nuk kemi një rënje drastike siç dëgjuam në artikull, për të cilën duhet kërkuar ndihmë mjekësore për të parandaluar sigurisht rënjen e mëtejshme. Bukur. Pas 10 filmave dhe kuriozitetin ose këshillat për rënjet vjeshtore të flokëve, do të kalojmë tani tek më të rejat nga showbizi, Ekspres me Nitën, për të parë se çfarë na thot skena roz, dhe cilat janë më të rejat nga skena artistike. Ndikim tani showbizin me Nitën. Oh, happy day. Dhe jemi rikthyer te pjesa tjetër e programit, ku dhe është koha për temën e ditës. Ju kam lajmëruar që në mëngjes që sot do të ndjekim një intervistë shumë interesante për një historie motivuese për të rinjtë e Maqedonisë. Është përgatitur nga Avni Tahiri, një intervistë me Jasinin, i cili në kohë të pandemisë ka mbetur pa punë dhe kështu ka filluar të kërkonte zgjidhjen për të ardhmen e tij apo jo. Në Çarshi të Shkupit ka gjetur një lokal, një dyqan me vetëm 9 metër katror dhe aty e ka hapur biznesin e tij. Pasi ka hapur biznesin, fillimi sigurisht ka qenë i vështirë pasi ka qenë në kohë të pandemisë, të cekim dhe këtë, derisa kafja e famshme në Kokos u bë ideja e cila ka tërhequr shumë turist, por dhe vizitor vendas te kafja e tij dhe rritja sigurisht e çmimeve të energjisë elektrike për momentin dhe krizat në të gjitha sektoret kanë bërë që bizneset e vogla të kenë edhe më shumë shqetësime përveç atyre që kanë pasur në kohë normale, por Jasini thotë që në kohë të vështira bëhet ende më kreativ dhe kështu që përveç shpikjes së tij të kafes në Ar Kokosi, do të bëhet ndonjë shpikje tjetër me cilën do të tërheq konsumatorët. Të shohim intervistën e realizuar nga Avni Tahiri bashkë me Jasinin, pra pronarin e këtij lokali në Çarshi të Shkupit, i cili ofron kafe në Ar Kokosi dhe turistët siç duket e pëlqejnë këtë shërbim. E ndjekim intervistën të shohim lokalin, biznesin e tij kaq të vogël, por kaq të suksesshëm.
Oh, happy day. Për Happy Days sot kemi zgjedhur kafe molla dhe pikërisht është pronari i kësaj kafe, Jasini, i cili do të na tregojë më shumë për biznesin e tij të vogël. Jasin, është një kafe shumë e vogël, sa metra katrori ka? 9 metër katrori ka kafja, do me thonë lokali. Edhe Si shkon puna? mirë është, okej. Puna është 9 metra katror. Ne paka shumë e dim historinë tënde, megjithatë do të na tregosh nga lindi ideja për të hapur një kafe kaq të vogël dhe si janë nisë fillimin në punë. po kështu, kohën e pandemisë, do me thonë isha afër 7 muaj pa punë dhe menojsha shumë për punë, për send. Edhe në atë moment kur do me thonë, alo, vazhdoj ke pandemia, por unë s'mujsha me nejt, me prit dikush me më thirë për punë ose diçka, edhe bisedojsha me shok në qarqi për naj lokal ose diçka, ju tregojsha që të më tregojnë nëse ka naj lokal kështu, naj lokal të lirë, të më tregojnë ashtu, edhe spontanisht e erdha t'i shoh shokët në qarqi të folim ato, të bisedoj edhe më tregun për këtë lokalin që Është jepet me cigare? po. Edhe veç e pash, as kisha shumë, do me thonë, po, edhe njëherë që ashtu murëm vesh, po, mandej janë isa që Pas pandemisë 2-3 vite që e ke lokalin, apo? po, 2 vit i kam ush, po, lokalin. Përveç lokalit vogël, i cili është i stërmbushur me fotografi, me portrete ndryshme, Po. shoh se je dhe kolekcionisti i shumë gjërave këtu. Në 9 metra katror njihet kafja për kokosin e famshëm me kafe. Më tregon nga lindi kjo ide dhe si ja fillove, nga tërë kjo ide. Realisht, ideja, kur e hapa lokalin, s'ke ideja me bo kafe në kokos ose diçka. Veç mendova me dalë për shtëpi edhe me bo punë, me qelë kafeteri. Edhe ashtu menia ishte full me kafe, çaj, salep, si sene, standard, çka i ka si cali kafiqa. Edhe mandej, do me thonë, lokali është me një tavolinë me 3 karike. Edhe menojsha se njerëzit vishin 5-6 veta ose s'kishte ku mu ullë ose kështu diçka u ndodhke edhe thoshin, ej, s'ka vend, qao, na po ikmi, po. Edhe mandej, do me thonë unë e ma e hapa lokalin, po punë s'kishte. E më shesha diçanin me ashtu. Edhe Sa kohë shkove i dëshpëru më shtëpi, se s'kishe punë? 3 muaj. Tregoj drejt, e kom hap në oktober, qishtë. Edhe mas 1 mujve, mas erdh viti ri sen edhe e di qarshia ose Shkupi pak është shprast është dimrit, po. Edhe menojsha që s'muj me funksionu veç me Kafe, po. Edhe mandej tu këqyr, do me thonë tu këqyr me bo nej diçka trej, diçka që s'ka pa qarshia, s'ka pa Shkupi. Edhe mërth ideja, unë do me thonë kisha fruta. Që përdori? Po.
po diçka ma atraktive, ashtu ma interesant. Besoj që provova vetë mora kokos sen në shtëpi një herë të këshiri që shmuj ta thej dhe e provova. Mandej e pruna dhe këtu në dyqan. E pash që kur e përzin ujtin e kokosit me kafe, e merr një shije kafe, e merr një shije bashkë kokos me ashtu. Edhe në start, kur e kum hap dyqanin, kishte shumë vizitor, shumë turistë, domethënë tonë të pak edhe s'u afroheshin shumë me ardh këto si me porosit. Po, mandej edhe ashtu njëherë ja nisi ajo puna me turistat, domethënë turistat vishin edhe Maqedoni, kokos, pika, qish, u çuditëshin edhe ashtu për mu ke diçka shumë e re edhe me njerëzit e mësojsh edhe unë se në start s'disha qish mujm ta thy kokosin, ku marrë shumë aleta. Ki marrë shumë jetë për ta thy? Po, une fillova me bonsek, me bërmashina edhi shumë zonë, shumë sen, njerëz ku edhi. Mandej që... Sa e gjithë metodës? Po. Edhe ashtu, shia është, okej, besoj miksi... Porositin, do më thonë u pëlqen edhe njerëzve. Mas kësaj, do më thonë, janë nisën edhe njerëz tonë, do më thonë, këtu i të Shkupit, të vinë edhe prej Tetovës, veç po, më tregojnë që kanë ardhur veç... Po. Edhe ajo më knaqë. Gjatë kësaj vere, turistët kanë qenë stërmbushur në përçarshi dhe nga cilet vende ke pas vizitorë? Shumicat janë konë prej Evropës, po kum pa turista dhe prej Amerikës, më kanë çudit, do me thonë. Si në koha e pandemisë, nga kjo kohë ke kalu dhe je vetë punësu. Realisht, me këto çmime që hypin çdo ditë, qoftë produkteve, a do mbjetoj biznesi vetë? Po besoj që do të betoje, po ajo është pak problem edhe për mu, do me thonë une do me thonë s'ka tjetër zgjidhje. Mora e kam edhe une me i ashtu, me i hip çmimet. Me i rrit çmimet? Po, me i rrit çmimet pash? Alos si kom prek, po ato artë edhe dimri, s'te di, une pak jam ashtu. Thuan se na pret një dimër i vështirë. Dhe besoj se do ndikoj të gjithë, megjithatë nuk shpresoj që mos ta mbyllësh biznesin dhe por mirat e këtij është edhe kur e mbyll biznesin hap diçka një ide tjetër. A ke ndonjë plan B? S'kam. Unë e du këtë punë dhe besoj që punë tjetër s'kam, di me bo punë tjetër. Do me thonë unë veç këtë punë e kum punu, këtë punë e di, edhe kam qef me këtë punë me vazhdu me ashtu, Po. Faleminderit për kohën e ndarë. Faleminderit juve. Tani do të shohim se si Jasini e përgatit kokosin e famshëm dhe kafe.
ky është kokosi I famshëm, apo? Po, faleminderit. Ullu. Do provojsh ti apo pa? Jo, ti dhe kemi pi. Unë jam. Unë da, hajde. Ky është kokosi I famshëm. Po. Ki la ndonjë emër apo Kafe me kokos. kafe me kokos? Nuk pyeta për emrin e Molla nga Lindi, apo Molla. Molla. Çfarë do të thënë ka? Mola, menila, po? Molla. Mola, do me thonë, këtë e din si mola, edhe unë e thamë mola, se turqisht do me thonë si një pauz. Pauz? Pauz, po. Bësh pauz. Po, si siesta. Break. Break, po. Po. Do thonë molla, do me thonë break. Po. Edhe na kemi bë break, Po. ta shijm kafen apo? Po, ashtu po. Faleminderit që ishe pjesë e Happy Date. Po, faleminderit edhe ju me respekt. Kjo ishte gjithçka nga Mola në Çarshitë e Shkupit për Happy Day, ndërsa ne do të takohemi në emisione tjera. Faleminderit Jesi. Oh, happy day. Dhe ja tani e dim që nuk është molla, po është mola dhe pas ka kuptimin turqisht një pauzë, ja dhe turqit gëzohen këtu për sukseset e komunitetit. Sigurisht Jasini ishte një shembull për rinin se si të vendosish të rish në Maqedoni, në vendlinjen tënde ose në vendin ku ke trashëgimin sigurisht dhe familjare për të zhvilluar biznesin dhe për të zhvilluar karrierën si Jasini me molën ose me pauzën, me ndaljen e vogël aty tek lokali në Çarshinë e Shkupit ku dhe ofron kafen e tij të famshme, kafe në arr kokosi. Shkoni shijojeni dhe ndihmoni bizneset e vogla për të mbijetuar këtë krizë, sepse dëgjuat Jasinin, por ai nuk dorëzohet në fund të ditës edhe nga krizat, thotë se inspirohet ende më shumë për të bërë në iniciativën ose shpikjen e radhës që tërheqë edhe më shumë konsumator, të cilët shpesh janë dhe turistë që vizitojnë Çarshinë e vjetër të Shkupit. Dhe ne në pjesën tjetër të programit, të minutat e fundit, nuk do kem kohë as t'ju them mirupafshim, që do t'ju them prej tani mirupafshim, do të ndjekim një vizit, në fakt një video nga një vizit e sindikatës pavarur të gazetarëve. Kjo sindikat së fundmi ka bërë vizita në të gjitha televizionet, siç paralajmëruan ata në vizitën kur ishin te na dhe treguan për mbështetjen e tyre më të theksuar gjatë kësaj periudhe për punonjësit e medjave, jo vetëm për gazetarët dhe për sigurinë e tyre në vendin e punës, por dhe në terren, edhe për punonjësit e medias, domethënë gjithçka që ndodh në vendin e punës, pa kënaqësitë, pa rregullsitë, të drejtat e punonjësit të medias, e kështu me radhë, ishim pjesë e prezantimit të Petar Momirovskit, pra kryetarit të sindikatës së pavarur të gazetarëve, të cilët bën një thirrje më masive që të gjithë punonjësit e medias të bëhen pjesë, të bëhen antarë të sindikatës dhe nëse ndodh një problematik në punë, të lajmërojnë në këtë problematik me të cilën pastaj do të merren sigurisht dhe juristët e sindikatës dhe shpesh herë këto problematika pastaj gjejnë dhe epilogun dhe mbështetjen e punonjësve të medias. Mos harrojmë se të gjithë punëtorët kemi të drejtat tona, kështu që të dëgjojmë me vëmendje zotin Momirovskin se çfarë na thot sidomos ne punonjësve të mediave. Mirupafshim për sot, shikim të këndshëm në 20 minutat e ardhshme për prezantimin e radhës dhe shihemi nesër në orën 8 mëngjes. Oh, happy day. Колеги, добре ме најдовме во ТВ-тан. Дојдени сме во добра мисија. Дојдени сме во најчеста намера. Во име на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, кој што во моментов има сериозна бројка веќе на членови, што генерално се должи на условите во кои што работиме, затоа што сите по известно време како дел од професијата и во овие кариери се соочуваме со настани кои што не ни се најпогодни, па потоа бараме заеднички и обединување. Ние нема да држиме никакви предавања, дојдени сме само да се представиме во делот од кампањата кој што
предвидува најдиректен контакт со нашите колеги во сите медиуми. Ние сме безмалку секој ден по медиумите. Во моментов помалку проблеми се по големите телевизиите, како вас и останатите. Помал проблем ни е оној дел на онлайн новинарството, кое што се уште е далеко од регулација и кое што на крај што сега ни дава потреба да одиме да разговараме со член 2-3. Нели така функционира делот онлайн медиумите, кој што генерално си наша конкуренција. Меѓутоа и тоа се нашите колеги. Синдикатот на новинари, велам број околу 300 члена. Јас ќе се извинам со оглед на тоа дека поголемиот дел овде се од албанската заедница. Меѓутоа, можност за превод во моментов немаме. Може би јас тоа вештачки да го организирам сега Шаман да преведе 3 збора и 5 збора, меѓутоа симултаните преводи се генерално многу тешки. Едно е тоа, а второ, ти разберете, ние сме сепак мала организација, ние не можеме во моментов да платиме некого зашто ако ангажираме некого од вас за да ни помогне, ќе биде 1500 лева, ако биде за превод ќе биде 250 лева. Ова само мала дигресија. Се пожалиме да сме си громадни организации. Значи, ако се држам до редот да работите, ова е дел од кампањата која што бара подигање на свеста за работничките права во медиумите и проширување на мрежата на членство. Го организираат повеќе организации, значи пред се синдикатот, ние тоа сме поддржани од Европската федерација на новинари, Интернационалната светската федерација на новинари, кои што се наши директни партнери, а овој конкретно овој потек е во рамките на фондацијата Олаф Палме, Шведска. Не сакам да ви импресионирам со тоа кој се стои за синдикатот, меѓутоа од друга страна морам да кажам дека тие се контактите. Ако вие имате потреба да добиете меѓународна книжка, сега веднаш подам со бенефит, еден од бенефитите, било кој новинар или член на медиумскиот дом, без оглед може да биде раководител, може да биде и монтажер, камерман, ако има потреба од меѓународна легитимација, ја добивате преку нас. Или таков е редот се. Апсолутно не сакам воопшто да ме сватите грешно и да мислите дека ние ќе ви овозможиме нешто. Синдикатот функционира 12-13 години, мина низ турбулентни времиња, нема потреба да објаснувам никому што се виделме во оваа држава во минатите 10 на 15 години. Се развиваше, имаше подигања, имаше падови, меѓутоа обстојува и генерално велам се засилува затоа што дојдеме во ситуација кај што едноставно условите се такви за работа. Денеска овде сме во малку изменет состав. Јас сум Пера Огневски, баш годишен колега преку 30 години во областта на спортското новинарство, сега ангажиран од синдикатот на новинари, како човек кој што работи со токму вакви работи, условно речено, грижа за корисници. До мене е Марина Илингирска. Марина Илингирска е член на извршниот одбор. Од вработена во Македонската медиумската информативна агенција ние. Огромна благодарност за Шаван Синани, негова иницијатива. Нема да те представам. Огромна благодарност и за Билјана Илингирска. Многу ви благодариме што ни помогнате. Нормално да сите вас што сте овде и на Армен и на сите останати. Од работите што сакам, значи ова стварно не е воопшто предавање, ќе биде само краток разговор и дискусија. Ние не имаме. Ние имаме на нашата страница и отворите се snm.com имаме ефект. Значи кредити, автошколи, забарски ординации, да, учила. Дрва немаме, дрва ќе беше многу. Меѓутоа, целта на синдикатот воопшто не е да функционира во тој правец. Значи, синдикатот на новинари и медиумски работници го подсетувам цело време, затоа што не е само новинари. Сите што работат во медиумот се наш дел и ние чувствуваме. Можат да членуваат дури во МИА, членуваат дури луѓе од администрација, хигиеничарки, ние сме секој што работи во медиумот може да биде наш член. Додека функционира во медиумот, тој е предмет на наш интерес.
Овде меѓу вас нема многу членови. И не е спор. Ние не сме дојдени со ние да ве зачленуваме, апсолутно тако нешто не постои. Кога вие ќе почувствувате и ќе имате потреба и ќе сакате да се зачленувате. Меѓутоа ние се трудиме да бидеме капа над сите и водиме грижа за сите. Барем колку што може. Единствената бенефиција која што е за споменување во делот на ССНМ е правен тим. Значи ние имаме адвокат со негова канцеларија кој што застапува во спорови на новинарите и медиумските работници со втори, трети лица и така. Значи не имплицираме дека не сакаме да ја тужите фирмата или нешто сето, ама во секој случај фино е да знаете дека имате правна помош. Правната помош е во сите сфери. Значи ние апсолутно не станува збор за никакво недоразбирање меѓу нас и работодавачите. Меѓутоа проблемите настануваат во компанијата, настануваат надвор од неа, а ние сме задолжени да ги штитиме и на тој начин. Значи единствената бенефиција што новинарите и медиумските работници би ја имале видлива. Значи ако зборуваме сега за попуст на очила и за регистрација, тоа е се стои, меѓутоа главното е дека како се вели таа борба не ја води. И се обидуваме да бидеме доследни, не правиме отстапки, од друга страна, па мора да признаме, често е тако, каде што ние многу успеси во смисол на тоа дека некоја фирма му должи на некој наш колега затоа што таму работел, само за пример зборувам, нели, правел едиција книга за фирмата и не му ја исплатил, тоа многу тешко е. И се ангажира правилно, ќе оди на суд, и се што меѓутоа од друга страна дека баш ќе му исплатат пари цементарница или кој да е за тоа што го сработил. Ова е така, често тоа нема што да крие. Нема се. Од содржината што имаме уште да ја соопштиме, ова е сега. Најнакрај, може би, морам да информирам дека ние сакаме да бидете членови, ние не ни се проблем. Членовите од албанската заедница имаме доволно. Меѓутоа, факт е дека ТВФ, кој се сместува, се поставува на позициите кои што веројатно по некој време ги добија во држава, ние сакаме тука да имаме членови и не само членови за да ни бидат бројка, зашто ако беше така, ќе му земе 300 денари, ќе го зачнат. Или така ќе ако нема бел джеп. Да, ако не ќе ги дадете, ќе направиме. Меѓутоа, системот е во тоа што сакаме да бидете дел од нас, сакаме да учествувате, заедно креираме, заедно си се штитиме во ово општество, затоа што друг и не можеме практично да очекуваме никој да не штити. Цело време сме отворени за, како се вели, за разговори, за дискусија. Ајде повели Марина, Регулиевска. Значи, колеги, прво членството во синдикат е на доброволна основа. Никога ние не можеме да присилиме и сетото. Нашата идеја е дека заедно сме посилни. Мораме да бидеме солидарни во одбрана на нашата професија и на работничките права. Да не заборавиме дека и работничките права се дел од човекови права. И дека таа борба за човекови права и за работнички права во најидеални услови да работиш, стално има нешто што треба да се побара плюс. Зато синдикатот како организација е многу подобро кога стои организација за вас, отколку како поединец кога вие се буните. На крај крајава, исто Перо што спомна, ако имаш спор со работодавецот, ти треба да платиш само джеп, а вака овде е бесплатна правна помош. Но мораме да кажеме дека таа бесплатна правна помош и сите бенефици што ги нуди синдикатот треба да бидете најмалку бар 3 месеци членови наши. Нашата чланарина не е голема и мислам дека секој може да се оддели 150 денари месечно. Тоа оди или преку служба, па од плата ви одземат, или секој си плаќа само, дали месечно, дали на годишно. Ако не сте во редовен работен однос, хонорарец или како се препознава законот, не знам како е тоа на одредено време, мислам дека е 80 пера. Да. Значи, ова се детали кои што лесно се наоѓаат со еден линк на интернет, тоа го владеете сите многу добро, ssnm.com не се дали. Сакам само да ви кажам уште ова и тука негде поека завршува.
Значи, еден широк кампус на прашање опфаќа нашата дејност. Значи, безбедност на работното место. Не овде сте безбедни. Одите натрag. Сега многу популарен говор на омраз. Знаете дека се соочуваме со секакви идиоти кои што на секој чекор може да те начекаат, да не зборуваме за отворениот интернет простор. Вознемирување од сите врсти, што ви се случува секаде. Сето тоа е предмет на наш интерес и поле за действување. Ќе действуваме, станале вие член или не, ние ќе водиме свет. Ali fino солидарност, дека имаме бутка зад нас, да покажеме солидарност кон колегите, мислам дека не е некој ни финансиско оптеретување, а најфино би било оние кои ќе станат членови да бидат поактивни во организацијата. Значи, ние сме отворени, не настапува само извршен одбор на ССНМ, него и што се баре и од членовите, и особено од младите, пошто ние вака младо само изгледаме. Значи, сите тие генерални политики што се водат, неследење на инфлацијата, платите, израмување, сите законски обврски во делот на законот за работни односи и така натаму, се е тоа предмет за нас. Луѓе, нашите 20 минути овде завршуваат и времето веќе нема да заврши. Ја мислам, ако вие имате прашањата, некоја интеракција, она што вас ви интересира е најфино. Сигурно за да се стане член треба да се попълни некоја апликација, која што најверојатно е на веб страната. Кои се другите обврски, не на синдикатот према членови, туку на членовите према синдикатот? Што значи тоа поактивност во синдикатот? Дали треба да се учества на семинари, на обуки, на редовни на состаноци? Пожелно би било, да, тоа е. Мора да има некои обврски, не само тие 150 денари најверојатно членарина и толку станува на член. Дали има други обврски, што како може член утре треба да ги исполнува? Има нешто што мора 3 пати, 5 пати годишно да учествува на Не. Ништо друго. Не, освен ако некој сака да се ангажира во синдикатот, ние сме отворени, ако не може, можете со години да се видите. Поактивни да бидат. Ќе се обидам на брзина ти обяснам. Значи, во текот на годината се организира тоа. Добро. Не конкретно сега ќе бидат дали со вас ќе фатиме за да ве вклучиме, неколку од вас. Да речеме Digital Plus. Нели нови модерни облици на пристап по интернет и чуда лево десно. Ќе правиме таков тренинг и сега ние морам да кажам, тука не е спорно воопшто, ние напред се нашите членови ги нудиме и ги вклучуваме. Нема обврска, туку е само жел. Следното пред известно време беше за говор на омраза. Знаеш, има предавање кое што обука тренинзи, како ги нарекуваме, нели? Нам да речеме, ние по дефиниција познато што значи говор на омраза, нели? Таму излезе дека, и јас морам да кажем исто пред тоа, дека си има дефиниција што е говор на омраза. Ние сите мислиме, знаеш, ова е тука на говор на омраза, не е тоа говор на омраза, тоа ти е друго, кривично прекршочно право. Значи, зборува, се обидам из пластични примери, за членовите, бенефиции во смисол на кашкавал висирање нема. Да одиме заедно да протестираме, не. Оној момент кој ќе си почувствуваш, ќе одиме. Ако некого од нас уапсат, нели? Ќе одиме, меѓутоа тоа нема обврска. Обуките и тренинзите кои што се случуваат, нели, по текот на годината се, како беше периодот со болеста, нели, и немаше нешто многу услови. Тие си исто понуда, ако можеш, ако сакаш, има дел од нешто се добре. Морам да признам, јас спомнам само овие две, што се од последните 10 дена, говор на омраза, значи доаѓаат практично луѓе, правници, светски експерти, и доаѓаат да објаснуваат што значи говор на омраза и како треба да се постапува. Па доаѓаат и од Министерството за внатрешни работи, па тие соопштуваат како треба да се пријави, зашто си има ред на работите, ние многу често си мислиме дека сме многу бистри како новинари, а во принцип знаеме да ги промашиме процедурите. Да речеме што конкретно на тоа, што е вознемирување, што е говор на омраз. И сега ние сите мислиме, тоа е, не, си било различно. Едното е прекршено, што другото е кривично дело. Или велам сега ќе има на крајот на месецов, ќе има обука од колеги наши што се веќе обучувани, претпоставувам надвор, кај што нови форми и пристап по социјални мрежи да го застапуваат кланот, да застапуваат интернет страницата на клан и така натаму, меѓутоа
велам, има понуда во тој дел и практично тука е бенефитот, пошто не даваме како ако некој нема време или не сака, може да се биде со години член, да си ја плаќа само тоа чланарина, значи членството во ССНМ, едини верификатор на вашето членство е уплатата на членството. Можете воопшто ни да дојдете да видите каде сме сместени, и да може да немате никогаш проблеми. Значи ние имаме кафе, ние имаме колачиња, значи ние, не сме ние друга фирма. И ништо и ништо нема. Ние сме фирма за ситенес. Значи, тоа е една мала канцеларичка, кај што сме начукани таму, тројца не може да се пише, не е битно, ама таму сме. Знаете како, само предупредувам една. Бројката расте во последниот период. Меѓутоа, најлошиот момент што се случува е кога ќе ти се случи проблем и после плаќаш се. За таа цел, значи само ти извлечам дека адвокатот наш годинава има само 19 случаи што ги води. Не се сите на суд. Кои се последните случаи, да речеме, од последниве? Непочитување на колективен договор. Предпоставам дека ТВ-план нема колективен договор, ќе ви објаснам ако тоа е голема процедура за понавање. Непочитување на колективен договор, непочитување на дополнителни часови плаќање. Незаконски отказ даден. Во тој смисол тоа. Значи широк е спектарот. Мора. Од оние основни работи. Да, не добиле доволно одмор, куцање картици, неисполнети часови, тоа е дел од рамките на фирмата. Имаме и ситуации кај што нашите новинари и надвор, значи, ако можам да ги подобам пола со полас. А за надвор, како се... Па надвор имаме конкретно сега последниот пример, работа наш колега за една голема фирма, го најмиле преку фирмата, го најмиле да работи и му објектиле дека ќе му дадат 1000 евра да прави некаква монографија. И има 3 години како не му ги спаѓа. Значи и за такви ворни... Да, има. Нас не требаше долго време да влеземе во таа проблематика, тоа морам да го кажам искрено, и да бидам наистина не ми е доволно јасно. И имаме ситуации кај што морам да ви кажам на објавени текстови, таму имаш салва на коментари на Facebook, на чуда лево десно, кој што исто така ни не поставуваме, знаете. Доволно е да напишеш еден текст кој што малку ќе натежам на Кешкендија и тоа да ти дојдат дома. Не разбирате се, ти дојдат негачите на Реново и нешто ти ги дојдат дома. Заканите. Да, закани. Третираме се, затоа викам широк е спектарот со тоа што да бидеме честни и јас и Марина овде. Значи, апсолутно ова е тоа честно. Значи, ние може да се правиме шведска колку сакате, меѓутоа, знаете дека ние баш ќе го решиме нити на дечкото во спорот со парите до сега сме му помогнале, ниту на овие што им се закануваат, знаеш како тоа, закани луѓе, кај имаш директно 2 очи, 4 очи и така натаму, што може да го заштитиш, тоа не го дома. Некаква процедура веројатно се следи, може полиција да се ангажира. Епа знаеш како, јавуваме повисоки инстанци, значи ОПСЕ, МВР и така натаму, пишуваме соопштенија кои што треба да ги браниме нашите колеги, значи за тоа дека сме моќни не можам да ви гарантирам ништо, ама дека се трудиме максимално, тоа го гарантирам. Тоа сигурно. Да, и затоа бараме поголемо членство кој ќе видиме како струка, како професија обединети. Да, едноставно сакаме да биде солидарно сакаме да покажеме дека сме стварно седма сила, не сме онака само да не користат партите или не знам кои да не искруват. Или само кога Ние сакаме да бидеме дел од оваа новинарска заедница се разбира, а јас имам неколку збора за тие обуките. Искуството мое од BBC е дека секој новинар кога правија апрейзал односно фирмата, годишна оценка, Армен ти требало да си поупатен, годишна оценка колку те уда оваа година да исполни своите задачи. Во таквиот апрейзал се содржат задолжително 2 курса, 2 обуки. И ако те уда не ги исполни тие и не отиде на 2 обуки, што сите ние сме се обидале да ги организираме, тие се кратки, некојаш може да биде еднодневна, од неколку сати. Не знам, вештини за правење интервјуа или запознавање со изборниот процес во земјава или ако одиме во страна. Така. И тогаш тие влегуваат во исполнети или
што курсеви, тренинзи, обуки, што организираат може да ни бидат корисни. Добро знаеш дека помагам и во делот на сиви за стипендии, за чуда, за леводесно се изполкуе можно така натаму, нели? Затоа што во држава има доста стипендии кои што стојат леп да душти, се треба да аплицираш. Помагам и во тој. Зашто сепак сме ние институција, и така му даде. Па не, за младите, пошто и според закон за работни односи и во колективните договори, например и во ние има дека работодавецот не сме да те попречува да се надоградуваш, односно да посетуваш обуки. Не, апсолутно не стане разговор. Обуките сега, од после пандемијата, често се држат и преку Zoom, со странците, особено со странците. Има онлайн курсеви. Да, ССНМ обично ги организира за време на викенд. Ќе бидете информирани, нема предуслов. Станете наши членови, па ќе ве викнеме. Не, нема. Ќе водиме сметка, значи ние сме дојдени во најпријатенска мисија, а сега како и кога ќе бидат и како ќе се остваруваат, ќе бидеме во контакт. Oh, happy day. Oh, happy day.